محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e plot fuqishëm e falenderojmë, prej atij falje, mëshirë dhe ndihmë kërkojmë. I lutemi të Madhit Zot që të na ruaj nga çdo e keqja e cila është pasojë e veprave dhe veteve tona. Kë udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, vallahi nuk ka kush ta humbi përpos tij, dhe kë len Allahu me urtësitë e tij në humbje dhe devijim, të çorientuar dhe të hutuar, nuk ka kush ta udhëzoj përpos Allahut subhanahu wa taala. Deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përpos Allahut madhëruar, edhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut dhe vula e gjithë pejgamberëve. Fjala më e mirë është fjala e Allahut, Kur'anin famlar që ia zbriti pejgamberit fundit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi që na la pas Muhamedi, suneti i tij, porositë e tij, fjalët e tij, veprat e tij. Dhe se çdo sajes dhe shtesë apo risi është e refuzuar dhe është bidat, e çdo bidat të çon në humje dhe devijim, e çdo humje dhe devijim të çon në dënimin e Zotit. Allahu na ruaj të gjithëve prej dënimit dhe zemërimit të Zotit subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, të flasim pak për xhennetet e përhershme. Se mjaft dynjaja shumë njerëz i ka hutu dhe nga Zoti i krijuesi i gjithësisë i ka largu. Dhe kjo për faktin se është parim bazë për muslimanët të dinë dhe të flasin për xhennetet e përhershme. Është synimi më madhor i çdo muslimani, nga se është vend kthimi i përhershëm i çdo kujt që i bindet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, destinacioni i fundit dhe i përhershëm, atje ku nuk ka smundje, nuk ka vështirësi, nuk ka telashe dhe siklete, nuk ka diçka që quhet vdekje. Xheneti, të nderuar vëllezër dhe motra, prej nesh dhe prej çdo muslimani kërkon mund, kërkon seriozitet, përpjekje, nga se nuk është thjesht një iluzion apo një dëshirë e thjesht e kaluar në mendjen e dikujt. Është qëllimi, siç e thash, më madhor i çdo kujt që i bindet Allahut subhanahu wa taala. Por për të duhet bo izmeti. Për ta fituar xhennetin e përhershëm, duhet me e jetu xhennetin e kësaj dynjaje. Dhe xhenneti i kësaj dynjaje është bindja ndaj Zotit, është ëmbëlsia e të besuarit në Allah, e të nënshtruarit dhe dorëzuarit përpara Zotit subhanahu wa taala. Besimi i muslimanit në vërtetësi në xhenneteve të përhershme bazohet në baza të palëkundërta, të palëkundshme dhe të sigurta, nga se vinë nga krijuesi i gjithësisë. Lajme që burojnë dhe kanë zbrit nga shpallja hyjnore tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para, Allahun, krijuesin e gjithësisë që ne besojmë, me qindra ajete kuranore, ka lajmëruar dhe ka treguar në Kur'anin famlart për xhennetet dhe për mirësitë që i ka përgatit Allahu Dhul Xhelal. I ka përgatit
Wa tilka al-jannatu allati u'iddat lil-muttaqin. Thot Allahu, ato janë xhennetet që janë të përgatitura për njerëzit e devotshëm, për besimtarët ndaj Zotit. Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ata që besuan dhe bën vepra të mira, për ta, thot Allahu, thot, vend banimi i përhershëm janë xhennetet e përhershme. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa janna. Garoni në faljen e të madhit Zot dhe në xhennetet e përhershme. Të gjitha këto janë lajme nga krijuesi i gjithësisë. Wa man asdaqu min Allahi qila. E ku ka lajme më të sakta, apo lajmëtar më i sakt dhe më i drejtë dhe më i vërtet se sa Allahu Dhul Xhelal? E dyta, pejgamberin të cilin muslimanët e duam fort, madje më fort se sa familjarët tanë, sepse ai është bo shkak që të na tregoj rrugën e të madhit Zot dhe të na largoj nga xhehenemi. Jo vetëm që na ka tregu për xhennetin o vëllezër, por ka shku pejgamberi Zotit, e ka pa me sytë e ballit xhennetet e përhershme dhe mirësitë që janë në to. Madje na e ka përshkruar me detaje realitetin se si Allahu Dhul Xhelal e ka përgatit xhennetin dhe vazhdon çdo ditë dhe zbukuron atë për besimtarët. Wallahi, ata që zbesojnë në vërtetësinë e xhennetit, ata që zbesojnë në ringjallje dhe në llogari dhe në xhennet dhe në xhehenem, vallahi, kur të vjen koha që do t'i shohin, do të pendohen, por nuk do të bëj dobi pendimi i tyre. Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kur na tregon Allahu për ata njerëz që kanë mohu të madhin Zot, e kanë mohu ringjalljen dhe xhenetin dhe xhehenemin, thot, kur t'ju vjen atyre agonia vdekjes dhe meleku vdekjes për t'ja u marrë jetën që Zoti ja u ka dhënë, dikush apo disa prej tyre do thonë: o Zot, më kthe edhe një herë, ta besoj atë që e mohova, të bëj ndonjë vepër të mirë që të më bëj dobi. Thot Allahu, kella, kurse si, është një kapitull i mbyllur. Thot Allahu në surën Fajr, kella idha dukkatil ardu dakkan dakka. Dhe kur toka të bëhet copa dhe thërrime, thot, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dhe kur me lajket të zbresin nga qielli dhe të bëhen rjesht dhe safe, wa jia yawma idhin bi jahannam. Dhe kur të vihet me xhehenemin, Allahu na ruaj. Yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra. Atë ditë, thot, shumë njerëz do të pendohen, por vallë, a kam i bë dobi pendimi? Jo. Të nderuar vëllezër, krahasimi i xhennetit me mirësitë e kësaj dynjaje është tamam si dikush që fut gishtin në oqean apo ndet, edhe aq sa merr ujë gishti i tij, aq mund ta krahasosh dynjan me të gjitha begatitë dhe mirësitë dhe pronat që ka me mirësitë e xhenneteve të përhershme. E përshkrua Allahu dynjan dhe thot: i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum. Dijeni, thot Allahu, o njerëz, se jeta e kësaj bote, kjo dynja, nuk është gjë tjetër vetëm se loj, qefe, dëfrim, argëtim, stoli, krenari mes njëri tjetrit dhe mburrje dhe rivalitet se kush e kush të ketë më shumë mirësi dhe prona. Dhe vazhdon dhe në fundit e ajetit Allahu Dhul Xhelal thot: ose do të ketë dënim nga Allahu për mohusit, ose do të ketë falje dhe kënaqësi dhe xhennete të përhershme për ata që u binden Allahu Dhul Xhelal. Subhanallahil Azim. Dhe në ahiret thot: ose do të ketë dënim nga Allahu, dënim me zjarrin e xhehenemit. Për kë? Për atë që e mohoi Zotin. Ndërkohë që Allahu
e krijoi ato, e përsosi, e nderoi nga gjithë krijesat, e ushqeu për atë që u ushqyn dunja me hakun e tjetrit, për atë që u tall me ata njerëz të cilët falin namazin, për atë që u tall me ezanin, thirrja më e bukur në faqen e Dheut dhe më e begat. Dënim për atë që prindrit i keq trajtoi, nga se Allahu mas detyrës së tij, mas adhurimit të tij ka përmend të drejtat e prindrit. Dënim për kë? Për atë që kur në jetën e tij nuk e vuni ballin sejdë, ti nënshtrohet i herë Allahut, thot një herë o Zot më fal, o Zot më jep përfundim të mirë, o Zot më ruaj nga zjarri i xhehenemit. Dënim për atë që rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e talli, e ironizoi dhe nuk e pasoi atë që të fitoj kënaqësinë e Allahut. Ose do të ketë falje, thot Allahu, dhe mëshirë dhe kënaqësi dhe xhenete të përhershme nga Allahu fuqiplot. Falje për kë? Falje dhe kënaqësi për atë që jetën e tij në konform ligjit të Madhit Zot e jetoi. Falje dhe kënaqësi e përhershme për atë që 5 namazet detyrë ndaj Zotit i fali. Për atë femër, për atë vajzë që pjesët e bukura të trupit të saj i mbuloj me hijabin e saj, e cila është detyrë ndaj Allahu Dhul Xhelal. Për atë që nuk u dha i gjithi pastolive të kësaj dynjaje, por e përdori dynjan për të fitu kënaqësinë e Allahut dhe xhenetet e përhershme. Falje dhe mëshirë dhe xhenetet përhershme për atë që sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e zbatoi, e pasoi dhe e ndoqi. I tilli prej dorës së pejgamberit ditën e gjykimit do të pi nga uji i haudhit, i burimit që ja bën dhurat Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e ringjalljes, ditën e tubimit. Pejgamberi ndurar vëllezër na ka treguar se në xhenet Allahu Dhul Xhelal i ka përgatitur të gjitha mundësitë e mundshme dhe të gjitha mirësitë e pamundshme në perceptimin e njeriut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu Dhul Xhelal, a'dadtu li ibadi ma la aynun ra'at, el hadith. Kam përgatitur për robët e mi, thot, mirësi dhe begati që syri njeriut kur nuk i ka pa. Veshi njeriut kur si ka dëgju dhe mendja sa arrin t'i perceptoj, sepse janë mirësi që përgatiten nga Allahu, krijuesi i gjithësisë. Nuk kanë xhennet as një tëmet, as një mangësi, as një paknaqësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të futen xhennetlit në xhennet në kulmin e rinisë së moshës së tyre. Dëgjoni pak se si një prej dietarëve në bazë të argumentave përshkruan disa mirësi të xhennetit. Ibnul Qayyim, Allahu e mëshiroft, thot, toka e xhennetit, nëse do të dish, toka e xhennetit, thot, është misku dhe shafrani. Tavani apo kupolja e xhennetit është froni, arshi i Rahmanit. Pllakat shtrojse të xhennetit janë nga misku dhe moshusi. Gurët që ndodhen në xhennet janë prej margaritari dhe xhevahiri. Tullat e banesave, ndërtimit banesave të xhennetit janë prej ari dhe argjendi. Pemët e xhennetit janë me trung nga ari dhe argjendi. Frutet e xhennetit thot janë më të buta se gjalpi dhe më të ëmbla se mjalti. Lument janë me qumësht që si ndryshon shija, me verë të shishme për ata që e braktisën verën hutuese të kësaj dynjaje, dhe me mjalt të pastër dhe të kulluar, pemë me fruta të ndryshme dhe mish shpendësh. Pijet e xhenetit thot janë nga krojet e lumit të Kautherit. Enët e xhenetit thot janë prej ari dhe prej kristali. Gjërësia e një dere prej dyrëve të xhenetit thot është 40 vite udhëtim nga njëri në krah në tjetrën. Erërat në xhenet thot janë të këndshme dhe të shoqëruara me tinguj të lezetshëm për veshët e xhenetlive. Gjërësia e xhenetit është aq e pafund, thot, sa që i fundi që do të hyjë në xhenet thot ka sa 10 herë e gjithë dynjaja që e ka kriju Allahu Dhul Xhelal. Për ne thot Allahu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna 'arduha as-samawati wal ard. Nxitoni dhe garoni tek falja e Zotit.
Garoni për ta fitu xhennetin kur gjërësia e tij është sa qielli dhe toka. Dhoma, thot Ibnul Qayyim, janë njëra mbi tjetrën, thot, të ndërtuara dhe nën to rrjedhin lumejnë të kulluar. Banorët e xhennetit, thot, janë të bukur dhe ju shëndrit fytyra si hëna 15-qe. Mosha e tyre, thot, është moshën 33 vjeçare. Në pamjen e Ademit, në bukurinë e pejgamberit Jusuf, melodia që dëgjojnë, thot, janë këngët e hyrive të xhennetit. Ama zëri më i bukur që do të dëgjojnë xhennetlit, thot, është fjalimi i Allahu Dhul Xhelal. Siç ka ardhur në hadith Abu Sa'id al-Khudri, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Inna Allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-janna. Do t'ju thot Allahu Dhul Xhelal: Ja ahl al-janna, fayaquluna labbayka rabbana wa sa'dik. O banorët e xhennetit, do t'i thonë, të përgjigjemi ty o Zoti ynë. Do t'ju thot, hel radhitum, a jeni knaq? Do t'i thonë, e si mos t'knaqemi dhe ti na ke dhënë gjithë shka, ndryshë nga krijesat e tjera. Pastaj thot, do t'ju thot Allahu, ana u'tikum afdala min dhalik. Do t'ju jap diçka akoma më të madhe, thot. I thonë, o Zot, pa ka diçka më të madhe se sa xhennetin që na dhe. Do t'ju thot Allahu, uhilla alejkum ridwani, fala askhatu alejkum ba'dahu abada. Ja u kom bahallal, thot, dhe jam i knaq me ju, dhe kur nuk do të zemrohem ndaj jush. Për t'ju shërby banorëve të xhennetit, ka shërbëtor, djelmoshat e xhennetit, ndërsa xhenetlit vetë ju shërbehet dhe nuk shërbejnë. Gratë e xhenetlive në xhennet janë më të bukurat, madje dhe më të bukura se hyrit e xhennetit. Mosha e hyrive të xhennetit është mosha më e mirë e rinis. Bukuria e tyre është më e madhe se sa bukuria e diellit dhe hënës. Prej mirësive më të veçanta në xhennet është të ndenjurit fqinj dhe shoqërues me pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Sa më shumë që t'jetë muslimani pasues i pejgamberit dhe i rrugës dhe porosisë së tij, aq më pranë ti do t'jetë në xhennetet e përhershme. Dhurata dhe mirësia shtesë nga çdo mirësi e xhennetit është momenti kur xhennetlit janë në pazarin e xhennetit. Suhejbi radhiyallahu anhu e transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, kur do të futen xhennetlit në xhennet, do t'ju thot Allahu, si pra e përafërt me atë që përmenda, turiduna shay'an azidukum, a doni diçka shtesi, thon, o Zoti ynë, a nuk na i ndrite fytyrat, a nuk na futen në xhennet dhe na rujte nga zjarri i xhehenemit. Dhe thot pejgamberi Zotit, fejekshiful hijab, e do ta zbuloj perden që pengon fytyrën e ndritur të Allahut. Dhe thot, nuk jo është dhënë ndonjë mirësi më e madhe se sa çasti kur do të shikojnë fytyrën e ndritur të krijuesit të tyre. Edhe lexon pejgamberi Zotit, lilladhina ahsanul husna wa ziyada. E në një transmetim tjetër, siç thot Ibnul Qayyimi, gjëja e parë që do të dëgjojnë prej Allahut xhenetlit, thot, duke thënë, Ejna ibadi alladhina ata'uni bil ghaib wa lam yarawni fa hadha yawmul mazid. Ku janë robët e mi të cilët më besuan duke mos më parë në dynja dhe më bindën duke mos më parë. Kjo është dita e dhuratave për ta. Të gjithë njerëzit do të thonë, qad radina fardha anna, jemi kënaq me ty o Zot, kënaqu dhe ti me ne. E do të thot Allahu, ja ahlul janna, inni law lam arda ankum lam uskinkum jannati. Nëse nuk do të isha i kënaq me ju, nuk do t'ju banoja në xhennetet e përhershme. Kjo është dita e dhuratave. E të gjithë njerëzit thon, na e trego fytyrën e ndritur tënden o Zoti i gjithësisë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe zbulon perden Allahu Dhul Xhelal dhe e shikojnë fytyrën e ndritur të Allahut subhanahu wa ta'ala, siç thot Allahu në Kur'an, o vëllezër, wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Atë ditë do të ketë fytyra të ndritura për shkak se do të shikojnë fytyrën e ndritur të Allahut Dhul Xhelal. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allahu më shëroft, inna fil jannati Inna fi dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah. Në dynja është një xhennet. Kush nuk e fiton xhennetin e dynjas,
ai s'ka me fitu dhe s'ka me shiju xhennetin e ahiretit. Xhenneti i dynjas o vëllezër është ëmbëlsia e besimit në Allah, është lidhja fort me Allahun krijuesin e gjithësisë. Elus Allahun që ta forcoj këtë lidhje në zemrat tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Elhamdulillahi wa ba'd. Në një hadith të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe thot: kur Allahu e krijoi xhennetin, e dërgoi Xhibrilin melekun madhështor dhe i thot: shko dhe shiko se çka kam krijuar. Vjen Xhibrili pasi kishte parë mirësitë dhe begatit të mëdhaja në xhennet, thot: ej Rabbi, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Pasha madhështin tënde, thot, nuk besoj se ka për dëgju dikush për mirësitë e xhennetit e mos të futet në të. Pastaj Allahu Dhul Xhelal thot: e rrethoi xhennetin me sakrificë, me vështirësi, me siklete dhe i thot: o Xhibril, shko dhe shikoje xhennetin. E pasi shkon dhe e shikon, vjen dhe i thot: o Zoti im, pasha madhështin tënde, kam frikë se asnjë s'ka për të fut në të. Kur e krijoi, thot Allahu, zjarrin e xhehenemit, i thot Xhibrilit: shko dhe shikoje zjarrin e xhehenemit. Shkon Xhibrili dhe pasi shikon tmerrin që ka përgatit Zoti për mohusit, vjen edhe thot: pasha madhështin tënde, thot, nuk mendoj se do të dëgjoj dikush për tmerrin e zjarrit të xhehenemit, vetëm se do të punoj për t'u largu prej tij. E pasi Allahu e rrethon xhehenemin me epshe, me knajsim, me harame të ndryshme, i thot Xhibrilit: shiko dhe shikoje zjarrin e xhehenemit. E pasi shkon Xhibrili, kthehet dhe thot: pasha madhështin tënde, thot, kam frikë se që të gjithë do të futen në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruajt. Në një hadith tjetër, Enesi radiallahu anhu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur përshkru mirësitë e xhennetit, thot: do të vihet, thot, me një person i cili do të jetë prej banorëve të zjarrit, thot. Mirë po ka qenë pasaniku më i madh, qef liu më i madh në dynjë, s'kalon qef haram pa e provu. Edhe do të merret, thot, do të futet për një çast në zjarrin e xhehenemit. E pasi të nxirret, do t'i thuhet: o biri i Ademit, a ke pa ndonjëherë mirësi me sytë e tuaj? A ke shiju ndonjëherë në jetën tënde ndonjë kënaqësi apo mirësi? Thot: pasha Zotin, o Zoti im, thot, kur nuk më mend të kem jetuar ndonjë çast të mirë. Do të vihet pastaj, thot, me njeriu që ka qenë musliman që do të jetë xhenetli, që ka vujt shumë në këtë dynjë, thot, e do të futet për një çast në xhennet dhe do të nxirret, do t'i thuhet: o biri i Ademit, a ke pa ndonjë siklet në jetën tënde, ndonjë vujtje, ndonjë hall? Thot: pasha madhështin tënde, thot, nuk maj men në jetën time të kem jetu çaste të vështira. E transmeton Imam Muslim. Për ta përfunduar fjalën e sotme, pyetja e rëndësishme është: a është synimi i gjithë secilit prej nesh për xhennetin e për ta fituar xhennetin e përhershme serioz, apo thjesht iluzion apo dëshirë që kalon në mendjet tona? A jemi të gatshëm gjithë secili prej nesh për t'i pranuar rregullat të cilat të çojnë në kënaqësinë e Allahut dhe për ta fituar xhennetin e përhershëm, dhe me i pranuar rregullat që të braktisin nga zjarri i xhehenemit? Vallahi, fitoria më e madhe është ta fitosh xhennetin e përhershëm, fitosh kënaqësinë e Allahut. Thot Allahu në Kur'an, o vëllezër: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Ai i cili shpëton nga zjarri dhe futet në xhennet, vallahi, thot, ka fitu fitoren më të madhe. Ka fitu fitoren më të madhe. Për ta fituar xhennetin dhe kënaqësinë e Allahut, duhet mundë, duhet seriozitet, duhet sakrificë, duhen rregulla. Thot Allahu në Kur'an: "Waman arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kush e don ahiretin, kush e don kënaqësinë e Zotit, kush i don xhennetet e përhershme, le t'ja bëj, thot Allahu Dhul Xhelal, hizmetin dhe ka për ta pa kënaqësinë të Madhit Zot në botën tjetër, edhe përpara ka për ta pa kënaqësinë të Madhit Zot në këtë dynjë. E lusë Allahun që të na bëjt pa lëkundër rrugën e tij, e lusë Allahun që ta forcoj besimin në zemrat tona, e lusë Allahun që të na bëjnë për atyre që garojmë në vepra të mira. Çoni salavatin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e lusë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që
ti mëshiroj të vdekurit e muslimanëve, që ti shëroj dhe ti kuroj të smurit e muslimanëve, që ti largoj brengat, hallet, borxhet dhe çdo siklet për muslimanëve, që ti largoj brengat dhe hallet dhe vështirësitë dhe belan e vëllezërve tanë në Gaza, në Palestinë. Elus Allahun xhella xhelalu që t'ja u lehtësoj atyre belan që u ka rënë. Elus Allahun xhella xhelalu që Allahu dhul xhelal ta merret ndaj zullumçarëve atje dhe në çdo vend. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله